Për 5 palë zgjedhje radhazi, PD-ja në Jug ka prodhuar vetëm një mandat, atë të Trintan Shehut. Të dhënat elektorale të 11 majit 2025 tregojnë rënje të fortë të mbështetjes, bojkot të demokratëve dhe refuzim masiv ndaj një figure të konsumuar, të imponuar nga lart dhe të lidhur me pazare politike që kanë dëmtuar qëllimisht rezultatin e PD-s në qark. Prej 20 vitesh për PD në zonën e Jugut, që përfshin në rrethet Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet, Sali Berisha ka caktuar arbitrarisht si drejtues politik Trintan Shehun, njeriu që ka shkatruar strukturat e kësaj partie në atë zonë. Në 5 palë zgjedhje radhazi, PD-ja në Jug ka marrë vetëm një mandat deputeti, të përhershmin Trintan Shehu, i vënë i pari në listë nga Sali Berisha, megjithse demokratët dhe mbështetësit e kësaj partie kanë refuzuar me të drejtë. Sali Berisha e di që Trintan Shehun e urrejnë demokratët dhe mbështetësit e saj, të cilët edhe në zgjedhjet e 11 majit 2025 i kërkuan të largonte si drejtues politik të qarkut edhe të mos e vendoste fare në listën e kandidatëve për deputet në Gjirokastër, sepse në çdo palë zgjedhje kundrejt përfitimeve personale, Trintan Shehu ka bërë pazare me krerët e PS-s në qendër, me drejtuesen politike të qarkut Mirela Kumbaro, me kriminalët dhe biznesmen sponsor të PS-s, si dhe me deputetët dhe kandidatët socialistë bashkive për të humbur PD-ja. Por edhe sikur Trintan Shehut mos kishte bërë pazare me ta, ai nuk është i dëshiruar nga demokratët sepse është kartë e djegur moralisht i urryer brenda strukturave PD-s së qarkut dhe nga banorët e Gjirokastrës, Lazaratit, Libehovës, Tepelenës, Memaliet, Përmetit dhe Këlcyrës. Bilanci urrejtjes për Trintan Shehu në Jug. Figura e Trintan Shehut jo vetëm që nuk shton vota në Jug, por me pengmarrjen e PD-s ja ka paksuar asaj votat në çdo palë zgjedhje, duke shkaktuar largime masive të demokratëve nga partia me synimin për të riorganizuar pakt të pazarxhi. Këtë e dëshmon fakti që në primarjet e PD-s për kandidatët për deputet morën pjesë 1850 antar partie, baras me 15% të tyre, një reagim masiv kundër pengmarrjes partisë nga Trintan Shehu dhe urrejtjes për të. Ndërsa në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, koalicioni PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore në qarkun Gjirokastër mori 11.443 vota, baras me 29.4% të votave të qarkut, por edhe këto u siguruan personalisht nga 3 kandidatët e tjerë. Shumica e demokratëve nuk pranuan të shkonin në votime me fytyrën e konsumuar të Trintan Shehut, i vendosur në listën e mbyllur arbitrarisht e bashkëmoshatari Sali Berisha, sepse është poshtërim për demokratët e Gjirokastrës, Lazaratit, Libehovës, Tepelenës, Memaliet, Përmetit dhe Këlcyrës, që për 35 vite të kenë drejtues politik dhe deputet të imponuar Trintan Shehun, i cili përmes këtij pozicioni ka vënë pasuri prej shehiku edhe gjatë 12 viteve në opozit. Ndërkohë që në zonat e qarkut Gjirokastër ka shumë intelektual të rinj, antar të PD-s dhe mbështetës aktiv të saj me figurë të pastër dhe mbështetje masive nga banorët. Është absurde që drejtues politik dhe deputet i përjetshëm të jetë Trintan Shehu.